Trupi gjykues, gjykatës themelore në Prishtinë, departamentet special, i përbërë nga gjyqtarët Rahman Beqiri, kryetar, dhe gjyqtarët Kujtim Krasniqi, Avnis Sylla, antar, zyrtar ligjor Fatlim Gashi, duke vendosur në çështjen penale ndaj të akuzuares Jelena Gjukanović, për shkak të veprës penale, spionazhi, nga neni 124 paragrafi 3, e lidhur me nenin 77 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, sipas akt akuzës së Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, të datës 4/9/2025, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, me datë 23/4/2026, sot, në praninë e prokurorit special, të akuzuarës dhe avokatëve mbrojtës, në seancë të hapur dhe publike, në emër të popullit, shpall këtë aktgjykim. E akuzuara Jelena Gjukanović, me shënimet si në shkresat e lëndës, shpallet fajtor, për shkak të veprës penale, spionazhi, parashikuar nga neni 124, paragrafi 3, e lidhur me nenin 77 të Kodit Penal. Andaj, gjykata, bazuar në dispozitat e Kodit Penal dhe të Kodit të Procedurës Penale, e gjykon dënim me burgim kozgjate prej 6 vjetëve, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 dite nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në dënimin e shqiptuar me burg, i llogaritet edhe koha kaluar në masën e paraburgimit nga data 28/2/2025 e tutje. Urdhërohet konfiskimi i sendeve nga akuzuara si në vejëm, një telefon Samsung Galaxy S8 dhe një telefon tjetër Samsung S22. Urdhërohet e akuzuara t'i paguajë shpenzimet e procedurës penale, sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, në emër të paushallit gjyqësor, paguaj shumën prej 200 euro, ndërsa në emër të taksës për kompenzimin e viktimave të krimit, shumën prej 100 euro. Nëse konstatohet se ka pasur shpenzime tjera, gjykata vendos me akt vendim të veçantë. Të akuzuarës Jelena Gjukanović, i vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi, por jo më gjatë se dënimi i shqiptuar me këtë aktgjykim. Kërkesë pasuriore juridike nuk pati. Ky është vendimi i gjykatës. Njoftohen palët se lejohet ankesa në afat prej 30 ditësh nga dita kur e pranojnë aktgjykimin me shkrim. Gjykata, lidhur me këtë vendim, do të nxjerrë aktgjykim me shkrim, ku në mënyrë të detajuar do t'i paraqes arsyet për secilën pikë të këtij aktgjykimi. Përfundojnë në shpallja e aktgjykimit ditën e mirë.